Fituesi Big Brother Kosova VIP 2 Lumbar Saliu ka konfirmuar zyrtarisht kandidaturën e tij për deputet, duke ndarë me djegësit në rrjetet sociale një foto me mbishkrimin "It's official", kandidat për deputet. Ky njoftim vjen në prag të zgjedhjeve të jashtëzakonshme që do të mbahen më datën 28 dhjetor. Kjo shënon përpjekjen e tij të dytë për të bërë pjesë e kuvendit të Kosovës brenda këtij viti. Saliu nuk është një figurë e panjohur për politikën, pasi debutoi në skenën politike në zgjedhjet e 9 shkurtit, duke garuar në ciklin e lidhjes demokratike të Kosovës. Në ato zgjedhje, Lumbar Saliu arriti të merrte mbi 6.000 vota, një rezultat mjaft i respektueshëm për një debutues për herë të parë. Megjithatë, kjo shifër nuk i siguroi ulse në parlamentin në raundin e parë. Tashmë me një bazë konfirmuar votuesisht dhe me përvojën e fituar nga fushata e parë, Lumbar Saliu po kërkon sërish besimin e qytetarëve. Ai është një i ri i cili ka dhënë shembullin se si duhet të jetë rinia në ditët e sotme, një i ri me energji të jashtëzakonshme, i rendur pas punës dhe jo pas skandaleve të showbizit. Mbetet për të parë nëse populariteti dhe mobilizimi i tij do të rezultojë me sukses në kutitë e votimit në fund të këtij muaji.